Partia Socialiste është e vështirë tashmë të gjesh figura të cilëve nuk u troket në derë spaku. Megjithatë, zoti Braçi dhe zonja Spiropali janë dy prej këtyre figurave. Megjithatë, kur bëjmë vlerësimin e një figure politike, mendoj unë, duhet në radhë parë hedhim një hap pasport për të parë çik panoramën pak më gjerë, domethënë, sepse në 35 vjet është ndërtuar modeli i partisë kryetare ose i kryetarit parti. Si thuaj një herë ajo shpreha, po the Lenini ke thënë partia, po the partia ke thënë. E njëjta gjë është dhe sot, veç se kemi bipartitizëm, dhe nëse PD-ja ka qenë ashtu që në gjenezën e vet dhe më pas, edhe sot e kësaj dite është kthyer në një parodi edhe procesi i zgjedhjes së kryetarit përsëri. Domethënë, edhe PS-ja me Edi Ramën është tërësisht në këtë hulli. Mjafton të kishim ndjekur insertin që u tha, domethënë që treguat, ku ai tha që do merre mungesa, tha, për të votuar, me fjalë. Ose qofte dhe gjua me cilin ju drejtua zonjë Spiropali, pak nga ato që dolën, ishte një gjuhë, do thoya unë, poshtëruese. Në këtë kontekst të këtij modeli partie të dy partive kryesore, unë e mirëkuptoj diskutimin që ngrihet sa herë ka një lloj, si thuash, përplasje në thonjza dhe Spiropali dhe Braçe me të vërtet që si thoni ju nuk përfliten për afera korruptive, ama nga ana tjetër që të bëjmë vlerësim të saktë duhet marrim konsiderat integritetin e tyre politik, pra rrjedhimisht koherencën e asaj që thonë me atë që bëjnë dhe konsistencën sa i përket qëndrimeve të tyre pra. Dhe në këtë aspekt, nëse vim në analizën konkrete tashmë, unë sinqerisht nuk e di të them se për çfarë u përplas Spiropali me Edi Ramën. Domethënë kur Edi Rama u kthye nga Skënderbe në Hamza. Domethënë gjithë diskutimi, sepse në statusin e saj për shembull zonja Spiropali shkruante që nëse debatojmë thoshte mbi mënyrën se si funksionon partia, qeveria, shteti, atëherë më përjashton. Nuk e kam parë kur zonjë Spiropali, për shembull, nuk e di për partinë, por që të ngrej një problematik për mënyrën se si funksionon shteti dhe qeveria. Dhe këtë nuk e kam parë ta bëj as zoti Braçe. Dhe kur vjen puna për të votuar, pastaj janë tamam si nxënësit e shkollës.